Fjala disiplin do të thot disciple, discipline në anglisht. Është e njëjta fjalë në fakt. Po çfarë do thot disiplin dhe çfarë do thot një disciple? Nëse ti dëshiron që të quhesh një disciple i një guru apo një qenie të shquar, të lartë, do të thot që ti praktikon disiplinën e atij guru apo atij njeriu të shquar. Pra, për shembull, nëse një guru i më lart se sa vetja, të thotë bëj këtë dhe ti e bën, atëherë kjo do thotë që ti je një disciple. Në ditët e sotme, të gjithë njerëzit e quajnë veten disciple. Unë jam disciple i Petrozhet, unë jam disciple i këtit, unë jam disciple i asajt. Edhe nëse kanë takuar një herë o dy herë maksimumi, por nuk ka patur asnjë disiplinë. Për shembull, kur i ka thënë Petro të bën diçka, ato asgjë, vetëm për t'i vjedhur diturinë e sëm, dhe për të marrë famë ose për të thënë jam disciple i këtij apo disciple e asajt. Për shembull, unë kur Petrozhej tha ti duhet bësh librin për të zbërthesh të gjithë norvegjishtën, edhe unë e bëra, me ndihmën e tij sigurisht. Pra, është një lloj disipline. Pra, një disciple quhet vetëm kur praktikon disiplinën e gurus. Atëherë quhesh disciple. Dhe një guru i sinqert ose një njerëz i shquar gjithmonë do t'i mësoj disciplit të tij disiplinën që në fakt është trupore. Do me thënë qëndërzimi i trupit, përsëritja e mantrave, ngrënia e ushqimeve të duhur, pra është një disiplinë që gurut në ditët e sotme në përgjithësi nuk e kanë as vetë, e jo më t'ia mësojnë të tjerëve, discepujve të tyre. Kështu që nuk e respektojnë këtë parim të pastër universal.